Instrumenti I dytë I huaj I Macedonës dhe I Slavë janë vleni. Vleni po siguroj, ju e dini se unë s'flas kot, që sot s'ka asnjë mbështetje ndërkombëtare. Ju e dini se unë jam njëri I informuar mirë. Bile bashkia ndërkombëtare ka vetëm gërditje e problemit. Është e pakuptueshme për ta që në shekullin 21 Maqedonësit të arrijnë që zbulojnë shërbëtorë këtij. Është një pyetje që gjithkund lëviz në përzyrat dhe qendrat diplomatike në Maqedoni dhe jashtë. Këto njerëz s'kan lidhje me politikë. Këto njerëz s'kan lidhje me ide. Këto ministra dhe drejtues të këtyre s'kan lidhje me kombë. Këto janë grumbull që kërkojnë sa më shumë xhvatin të Grazhdi I Mickoskit apo I dikujt tjetër. Dhe unë plotësisht I sigurt se këto do të jenë shumë lehtë të mundshëm në zgjedhjet e ardhshme që kryeministri I Maqedonisë na I paralajmëroi për shpejt. Faleminderit, bojëm, ne jemi gati. Partia Demokratike Shqiptare është gati dhe është e sigurt se zgjedhjet do të fitojë.